Avokat i Artur Shehut, live nga SPAK. Të cilin ju e dini është marrë një masë sigurie, është marrë edhe bërë dhe një sekuestro, është vendosë në sekuestro llogaria bankare e zotit Shehu, për të cilën ai nuk ka marrë njoftim, duke qenë se burimet të hapura ai u njoftua, më caktoi me anë të prokurës që unë të vi dhe të interesohem për çështjen e tij gjyqësore. Pra për hetimin. Dhe në kuptim të kësaj, unë i kam kërkuar prokurorisë që të më vendosin dispozicion vendimin dhe padyshim edhe urdhrin e sekuestros, për të cilën ata kanë një detyrim ligjor, sepse zoti Shehu do të ankimojë atë dhe do të vazhdoj procedurat e tij. Ju e dini që janë bërë në sekuestro shuma financiare, pra shitja që është bërë për Zvërnesin, dhe duhet të kuptoni që ajo toka, ajo sipërfaqe toke për 180 apo 200 hektarësh sot nuk është më e familjes Shehu, por as e shtetit shqiptar dhe as të një privati tjetër, por është e dy vëllezërve arab, dy vëllezërve sirian që jetojnë në Katar. Pra ajo sot është e kadastruar me certifikat pronësie në emër tyre. Dhe çuditërisht organi i procedurës, prokuroria, sekuestron vetëm llogarinë bankare të zotit Shehu. Kjo është një anomali, ju e dini, është 110 milionë euro, dhe kjo është një anomali juridike, sepse nëse do të kishte falsifikim dokumentash, pronësi e kështu me radhë, gjë parë që do të bëhesh sekuestrimi i tokës. Dhe në rastin konkret ja sekuestruar, parat është lejuar që toka të kalojë në favor të dy vëllezërve nga Siria, biznesmenve, të cilët do operojnë dhe do vazhdojnë ndërtimin e projektit në Zvërnes, dhe ky është një lajm i cili nuk është konfirmuar edhe nga kryeministri, dhe padyshim zoti Shehu sot gjendet përballë një padrejtësie, të cilën ka shitur një tokë. Nëse toka do të ishte falsifikuar, përse nuk është sekuestruar? Dhe ne jemi këtu, thash, që të shikojmë të gjithë procedurën e ndjekur nga zoti Dumani dhe zonja Kaçkini, prokurorët, dhe padyshim të vazhdojmë procedurën. Dhe ne do jemi transparent, padyshim, siç kemi qenë, paktën unë, transparent me gjithë klientët e mi, sepse zoti Shehu nuk ja ka borxh as zoti Dumani, as zonjës Kaçkini dhe as të gjithë atyre të cilët ka kontribuar për të vendosur sekuestro parat e tij, jo tokën, parat po flasim. Dhe kjo është një mënyrë, mund të themi, arrogante e prokurorisë, sepse nuk ka asnjë lloj lidhje dhe nuk ka pse të ketë lidhje me tokën, me pronat private të shqiptarëve. Dhe ky për mua është sekuestrimi i dytë si ai vitin 1945. Zoti Cakrani, gjatë ditës së djeshme, kryeministri i SPAK Klodian Brau tha që po hetohej edhe vepër penale pastrimit parave, duke lënë të kuptojë që përmbledhja e saj ka të bëjë edhe me tjetërsimin e pronës. Cili është qëndrimi i klientit tuaj në lidhje me këtë çështje dhe pyetja e dytë lidhet, cili është statusi i Artur Shehu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A është i ndaluar për llogari të drejtësisë shqiptare? Po, së pari do t'i kthej përgjigje zotit Brau. Zoti Brau, nëse do ta kishin seriozisht çështjen e Zvërnesit, ata do të kishin bërë sekuestron e tokës. Pra përse lejuan që ato toka të kalonte brenda 24 orësh të kadastrojnë në emër të kompanisë të dy vëllezërve nga Katari dhe tjetra, përse duhet të sekuestrojnë vetëm parat? Këtë pyetje t'i bëni zotit Brau dhe kaq. Përse duhet të sekuestrojnë parat e zotit Shehu, pra të familjes Shehu, dhe jo toka? Në rastin tjetër, për sa i përket zotit Artur Shehu, ju e dini, prej 29 vjetësh jeton dhe punon në Florida, në Shtetet e Bashkuara. Ati është një biznesmen, mund ta quajmë edhe të suksesshëm, është njeri i cili ka kaluar në filtrat qoftë DEA-s e qoftë FBI-t. Ju e dini, një njeri i cili që akuzohet në Shqipëri për pastrim për durgë veprës penale në SBA, është njeri shumë, mund të themi, i pastër, po pse jo edhe njeri i cili vlerësohet edhe nga organe ligjzbatuese të Shtetit Bashkuara. Unë nuk e kuptoj dot këtë anomali, dhe po i lirë padyshim që është i lirë tani, çfarë tani po flasim? Asgjë, asnjë komunikim. Unë kur të paraqes provat, të gjithë provat e pronësisë të zotit të familjes Shehu, në vijim, besoj në shtator, do të jem transparent me ju, do të kuptoni dhe do të shikoni që kjo nuk ka qenë tjetër veç se një qok politike e zotit Dumani dhe zonjës Kaçkini, sepse nuk ka asnjë lidhje toka, prona është e familjes Shehu, pronë e cila është fituar në bazë të trashëgimisë nga zoti Shehu, nga Arturi, dhe gjithsesi të gjitha të ardhurat e fituara nga shitja e kësaj prone janë të lishme dhe nuk ka asnjë mundësi, dhe mund të themi, më gjeni një rast të vetëm që ka ndërhyrë prokuria posaçme në sekuestrimin e parave të shitjeve të tokave. Kur ju keni rastin e, mund ta quajmë, të Lezhës,
e keni parasysh, besoj, keni qenë këtu ku prokuroria e posaçme e cilësoi grup kriminal dhe më pas ajo atë për mos kompetencë e çoi gjykatës së Lezhës, sepse nuk i duhet prokurorisë së posaçme çfarë do bëj Artur Shehu me bashkëpronarët apo me të afërmit e tij, do t'ja marr tokën, do t'ja shesi apo punët e tyre. Dhe kështu që prokuroria ka të kaluar kompetencat e saj, ato që parashikon në linenin 75 të kodit të procedurës. Kjo është pyetja më fantastike, Anila. Aruba më ka thënë klienti ta hetojnë, po jo ta hetojnë, po të nxjerrin ujë të zi. Në Aruba kanë qenë 6 apo 8 shqiptar, të cilët 2 biznesmen nga Tirana, që do ndërtonin në një tokë të cilën Artur Shehu e kishte premtuar që bërë kontratë me babajnë e tyre, në pa mundësi për që ata të shkonin të takoheshin në SBA për arsye vize kështu me radhë, janë takuar në Holland, ju e dini Aruba është tokë holandeze, është një ishull holandez, dhe janë takuar atje, kanë trekuar, kanë ngrënë, kanë pirë atje, dhe kaq ka qenë e gjithë kjo histori. Aruba nuk ka histori, nuk ka, janë të gjithë tek vendimi i gjykatës. Personat të cilët që kanë qenë në Aruba. Artur Shehu nuk ka, çështja e Arubës, Artur Shehu është një histori fantazi, në ato të konspiracionit që i thot vetëm Çako tek Top Channel. Asgjë tjetër nuk ka Aruba. Aruba është një histori biznesi, Artur Shehu ka bërë biznes, i ka thirrur për të bërë biznes dhe kaq. Unë do t'ua tregoj çfarë ka ndodhur në të ardhmen, sepse bashkë do kemi dhe dalje të tjera dhe do të kuptoni dhe do të shikoni që Aruba është kot, mbahet sot në këmbë vetëm me sajesa dhe një histori konspiracioni që vetëm spaku shqiptar mund ta di. Kanë qenë Artur Shehu, ta dini, ka qenë Artur Shehu. Ka qenë 2 miqtë e tij që njëri punon në Guzhunjer dhe njëri tjetër ka një punë ndërtues në SBA. Ka qenë 2 biznesmen nga Tirana që ju i dini kush janë. Ka qenë nipi Artur Shehut Amzaj, ose Bedini si që njihet, dhe ka qenë edhe një personazh tjetër, cili është në arrest shtëpie sot, me çobo që i flasin që është në arrest shtëpie. Këta kanë qenë personat që ka qenë në Aruba. Në Aruba mund të shkoj kushdo Nila, nuk është herezi që të shkosh në Aruba, dhe nuk e kuptoj dot, përse jo nuk ka patur politikan. Nuk ka patur të nxjerrin ujë të zi Arubës. Çka do të kuptojmë diçka. Artur Shehu nuk ka pas lidhje as me asnjë politikan shqiptar. Ju e dini vokacionin politik dhe familjar të Artur Shehut. Artur Shehu nuk është i preferuar në qeveria e sotme, sepse Artur Shehu është i djathtë. Artur Shehu vjen nga një familje djathtë, vjen nga një familje patriotike kështu me radhë. Nuk e pranojnë këta as zoti Rama dhe as kush tjetër që Artur Shehu të bëjë biznes me zotin Rama. Këtë ta keni të bindur. Ju e dini tani, mos bëni pyetje që e dini zoti Shehu në Shtetet e Bashkuara është një azilant politik. Dhe po jo, ai ka përfaqësuar, ka legjitimor avokatin, unë jam këtu për ta përfaqësuar zotin Shehu dhe përfaqësuar dhe për të mbrapsur çdo akuzë që ka ngritur organi i procedurës. Sepse shiko, unë sot nuk arrita sepse unë isha thirrur sot sepse kam prezantuar prokuror me gjithë kërkesën, u thirra nga prokurori për të marrë vend dispozicion të gjithë dokumentacionin, nuk u krye sepse nuk ishte aty dhe më kërkuan ndjes për meqense unë erdha, por gjithsesi kjo është ajo për të cilën unë kam ardhur sot. Kam ardhur për të marrë në dispozicion. Unë do vazhdoj heqjen e sekuestro sepse nuk ka logjik juridike që toka t'u kaloj arabëve, pra biznesmenve nga Katari, 2 vëllezërve dhe parat i sekuestrojnë Arturit. Nuk ka logjik juridike Nila. Ju jeni bërë dhe avokat këtu dhe keni kuptoni shumë mirë dhe drejt që çështja e Zvërnesit është një histori pronësie familjare, është një histori që një privat ka shitur tokën e tij dhe do t'ja shesi ku ti doj kokra e qefi dhe nuk i jep llogari as Altin Dumanit, as Elida Kaçkinit dhe as zotit Brau. Do t'ja shesi ku ti doj qefi. Tani këta nuk bllokojnë tokën, thonë është toka është e falsifikuar, është përfituar me. Kështu që kjo është. Okej. Dakor? Kështu që të jemi të qartë. Ndoshëm zotin Sakrani.